Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelar Tahiri, ka hetur poshtë çdo mundësi për koalicion të mundshëm mes kësaj partie dhe lëvizjes vetëvendosje. Tahiri ka deklaruar se PD-k është e bindur që me vetëvendosjen s'mund të bëjnë Kosovën më të mirë. Ai ka thënë edhe se këtë parti s'mund t'i rrisësh as pagat, as pensionet, e s'mund t'i largosh sanksionet. Jemi të bindur që me vetëvendosje në koalicion nuk mund të bëjmë këtë vend më të mirë. 2 vjet që jemi në sanksionet të BE-s. Dallimet në qeverisje i kemi jashtëzakonisht të mëdha. Përgjigjja jonë është e prerë. Jo, jemi të interesuar që vetëvendosje të dërgohet në opozit. Me vetëvendosjen s'mundemi as me i rrit pagat, as pensionet, as mundemi me i hek sanksionet. Qysh me qeveris me ta, ka thënë ai. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se së bashku me ministrin në detyrë të shëndetësisë Arben Vitia kam pritur në një takim Osman Hajdarin, drejtorin e SHKU-k. Ky takim vjen vetëm një ditë pasi Hajdari ju dëmtua vetura personale në oborrin e spitalit. Kurti në një postim në Facebook tha se e dënon sulmin ndaj Hajdarit, ndërsa u bëri thirrje organeve të rendit dhe drejtësisë që ta zbardhin sa më parë rastin. Se krimi organizuar dhe aksionet me elemente terroriste nuk i trembin drejtorët tanë, e dëshmon deklarata publike e djeshme e zotit Osman Hajdari. Bashkë me ministrin në detyrë të shëndetësisë Arben Vitia, e takuan sot atë si të drejtorin e SHKU-s, Elvir Azizi, e dënoi ashpër sulmin ndaj drejtorit Hajdari dhe i bëi thirrje organeve të rendit e drejtësisë që sa më parë ta zbardhin rastin dhe kryesit e këtij akti kriminal të sillen para përgjegjësisë, shkruan ai. Sipas tij, reformat e thella që qeveria i ka marrë në çdo institucion kanë prekur interesa të ngushta të klaneve të instaluara për më shumë se 20 vjet në çdo pore të institucioneve. Në çdo institucion publik kemi ndërmarrë reforma të thella, në thelb kanë mbrojtjen e interesit publik e shërbime më të mira për qytetarët. Këto reforma kanë prekur interesa të ngushta të klaneve të ndryshme të instaluara për më shumë se 20 vjet në çdo pore të institucioneve tona, por akte të tilla, jo vetëm që nuk na ndalin, por na bëjnë edhe më këmbgulës në punët e mira që po bëjmë, u shpreh ndër të tjera Albin Kurti.